pjekuri politike, ka tregu që është një alternative gatshme për pushtet, ka tregu që është një alternative cila ka marrë përsipër të shkruaj historinë. Pse e them këtë? Është lidhe direkt me zotin Berisha, ashtu si që ka thënë dhe vetë ai, unë i qëndroj kësa ideje që ai nuk është se ka nevojë të bojnë karrierë politike, sepse i ka ezuru funksion më të larta shtetërore gjatë këtyre 34 viteve pluralizëm, nuk është se ka nevojë për nej luks, për nej pasuri që ta vendos, duke pas parasysh që zoti Berisha gjatë ti 4 vjeçari u godit dhe në fizikisht, jo vetëm penalisht dhe politikisht, kujtoj këtu non gradën dhe masën e sigurimit, sot është rikthyer dhe në vlerësimin tim zoti Berisha sot mendon të shkruaj historinë dhe se si do kujtohet Sali Berisha pas X vitesh më vonë. Pra, ka dhe një ego, ka dhe një luftë me veten e tij në raport me të shkuarën e tij, në raport me se si tentuan t'ja mbyllin karrierën. Pra, është edhe në një luftë të brendshme, le të themi, për të shkruar histori. Përveç saj, prezenca e këshilltarëve amerikanë, prezenca e strategut të presidentit aktual zotit Trump tregon vullnetin e mirë që ka Partia Demokratike për qënë sa më korrekt para votuesve, për qënë sa më serios para votuesve, ka një program konkret, po të shohim edhe videot edhe reelsat, edhe tematikat që përdoren, ndryshojnë. Realisht, pra, duket dora e profesionistëve, duket dora amerikanëve. Nga ana tjetër kemi pas një fushat të Partisë Socialiste shumë katundareske, nuk e di, domethënë me ca kandidat provincial që i nxirrnin në vit të parë, një fushat pa fabull, nuk e di... Dhe provinca voton, mos ta diskriminojmë. Po jo ta vesh në... E mbylla, të lutem. Jo, s'ka gjë. Një fushat duke simbolizim, pra. Katundareske, nuk pa fabull, nuk ka pas fabull fushata Edi Ramës. Shqipëria në BE nuk është pak. Për më tepër, Shqipëria në BE nuk është vullnet i qeverisë shqiptare. Është integrim, është proces, është moment politik i unionit që do bëhemi pjesë, s'ka lidhje me qeverinë tonë. Dhe një analizë të shkurtër, sjellja e zotit Rama në 30 ditë fushat. Ai çmoj se ka eksperiencën e duhur që në 2000-2001 kur kandidoi për të parë? 2001-shin, po. Në 2001-shin, ai ka kaluar me 10 fushata dhe ai e di në rëndësinë e gafës në fushat zgjedhore. Një gafë, Arbri, ne e dim që të kushton shumë në fushat dhe të duhet kohë ta rikuperosh, ndërkohë në fushat koha është flori. Ndërkohë, ne kemi Edi Ramën që ka kaluar gaf pas gafe. Pjesën e Qyrykut, pjesën e ndarjes thirrjes grave ndani me burrat. Gafa po i ka me tendencë, nuk... Po mirë, ato janë trajtuar si gafa, kanë sjell efektin e kundërt, masa ai mund ta ketë mendu që mund t'i sjell vota, ajo mund të jetë strategji, por pjesa e thirrjes për të kërkuar fëmijët në Google fotot nude të Edi Ramës, nuk mendoj që ishte strategji. Por strategjia është kriminale pastaj. Dhe pjesa e mbylla, nuk e di. Po, këto që bëjnë shkrime sot për... Po, kush e dha fotot Berishës? Kush e hodhin media? Kush? Ai emër? Ai që shkruan sot për Edi Ramën, po le. Dhe e mbylla. Dhe pjesa e autizmit politik, pra një smundje, një gjendje familjare që shumë familje në Shqipëri janë rënduar. Kërkoj falje. Mirë pra, pa diskutim që kërkoj falje. Por du të them këto gafa të një pas njëshme në qoftë se kanë qenë strategji, pas ka pas konsulent mizerabel, po të citoj termin e zotit Berishë. Për Bashët. Qoftë se kanë qenë për këshilltarët e Bashës. Qëfëse kanë qenë strategji, kanë qenë mizerabe.
Qofse nuk kanë qenë Basha ishe strategji. top formë, Në qofse nuk kanë qenë në me strategji, batuta, me në gjitha. qofse nuk kanë e mbylla, në qofse nuk kanë qenë strategji, kjo tregon tension të brendshëm Logu, të Edi Rama. po, një pyetje të Dhe Kaleti Romeo, tensioni një i brendshëm pyetje. tregon që ai nuk bën 71. Një pyetje. Tregon që nuk bën 71. Okej, do ta mbyllim me rezultatin, po. Logu, megjithatë zoti Berisha ka qenë shumë jo në formë fizikisht, ka bërë shumë lapsuse, i merrej goja, Ka qenë në nuk formë, çonte përgjigjet deri në fund. ka qenë në formë, tani s'është, ne kemi rezultatin E kuptoj, mosha, e dakord. emisionit Lejene, që ndoqën një ditë të zakonshme të Gabime, zotit mos Berisha. kujtesa- Mbi 30 sa, po tani Berisha gafa ka pas. Që në rinit vetë ne kujtojmë gafa që i ka, jam shumë i gëzuar kujdes me këtë që thua, se i barazove. Mirë pra, E barazove me mirë, Ramën. po them, gafa dhe batuta tilla gjithmonë Berishës i kanë Lapsuse, shpëtuar, do të nuk thoshe, është se e ka nga lapsuse. mosha sot. Arbi, të shkosh nga Korça në Elbasan, nga Elbasani takimet, nisësh Milano, t'ikësh nga Milano të vish tu takime, konferencë. Ju e kam pyetur këtu Po që, ç'është a kjo, është në gjendje Berisha tani s'do që ngresh ta tang mbajë këtë Berisha, peshë? Jo, nuk a do është në gjendje ngresh ta tang, mbajë këtë peshë? nuk do ngresh tang. Shiko, Romeo. që do thot tani, E ke ti. 2 ditë para votimit, do munohet ta zbukuroj Berishën. Ai sa zbukurohet. A bëhet ta plaka nuse retha, kështu bëhet Berisha për shkak pushtet prap. Erën e 5. Se këti i thot, era 4 kryeministër, arove 2 president, se njëri ndërprer mandati, e 2 kryeministër 4, do për erë 5 tani, se ypi në mangal. Si ma qokun prush, shkon sa ande e këtej, edhe yri si non grata dhe do mbahet mund t'i doli non galata pasaj. S'ka lën galat në çdo takim,